Vllazëria Ungjillore Shqiptare ka bërë thirrje për lutje dhe agjerim. Lutje dhe agjerim për Kishën dhe për kombin shqiptar. Pastor Erion Sylari, në këndvështrimin tuaj, si lexoni situatën në cilën ndodhet sot kombi? Mendoj që kombi jon shqiptar duke u sfiduar në situatat e moralit, në situatat e etikës, në situatat e vlerave, dhe secili për nesh ndeshet për ditë me sfida të tilla, kudo që ne jemi, në punë, në shoqëri, në familje, edhe në kish. Normalisht që nuk është vetëm kombi që e vuan këtë gjë. Edhe ne personalisht si pastor dhe si drejtues të institucioneve fetare, domethënë jemi domethënë gjithmonë të sfiduar, por kur vuan kisha, vuan edhe kombi. Dhe normalisht që unë besoj që një kishë fort sjell një komb të fortë. Nëse ne krishterët kemi një standard të vlerave dhe të etikës të fortë në komunitetin tonë, kjo do ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në kombin tonë.